Një grua është sulmuar nga qenë Ndacak mëngjesin e sotëm brenda hapësirës së qendrës klinike universitare të Kosovës. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësja e QKUK-s Mirlinda Qyqalla, e cila bëri të ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 8. Ju njoftojmë se sot rreth orës 8 të mëngjesit, një grua është sulmuar nga qenë Ndacak brenda oborrit të QKUK-s, tha ajo. Sipas saj, menjëherë pas incidentit, ekipet mjekësore kanë reaguar duke i ofruar ndihmën e nevojshme viktimës. Menjëherë pas ngjarjes, ekipet mjekësore të qendrës emergjente kanë ofruar ndihmën e nevojshme shëndetësore. Aktualisht pacientja është në përkujdesje profesionale në klinikën e kirurgjisë plastike dhe gjendja e saj është stabile sipas mjekëve, ka theksuar Qyqalla. Ajo ka shtuar se QKUK ka ngritur shqetësimin për praninë e qenëve Ndacak edhe më herët pranë institucioneve përgjithëse. Rasti rikthen në vëmendje çështjen e sigurisë në hapësirat publike dhe nevojën për menaxhim më efektiv të qenëve Ndacak në kryeqytet.